Thuhet se në një mbretëri të lashtë jetonte një njeri njohur kudo për mensurinë e tij. Në fillim, ai jepte vetëm këshilla për familjen dhe miqtë e tij më të ngushtë. Fama e tij, megjithatë, u rrit në atë mas sa që vetë sovrani filloi ta thirriste shpesh për t'i kërkuar këshilla. Çdo ditë shumë njerëz vinin për të marrë këshillat e tij të mençura. Mirpo, i urti vuri re se çdo javë vinin njerëz të ndryshëm dhe i tregonin gjithmonë të njëjtat probleme. Ndaj, merrnin gjithmonë të njëjtat këshilla, por nuk i zbatonin ato. Ishte një rreth vicioz. Një ditë i urti mblodhi të gjitha ata njerëz që shpesh kërkonin këshilla prej tij. Më pas, u tregoi atyre një batutë shumë qesharake dhe të gjithë pothuajse shpërthyen në të qeshura. Pasi priti pak, ai përsëriti të njëjtën shaka. Madje, ai vazhdoi të tregonte për 3 orë të njëjtën batutë. Në fund, të gjithë ishin të raskapitur, kur i urti u tha atyre: "Pse nuk mund të qeshni me të njëjtën shaka për shumë herë, por mund të qani me mijëra herë për të njëjtin problem?"